Në 2021 zoti Kurti nuk është lejuar të kandidoj fare. Aty do është me ordën. Dhe për shkak të fuqisë të zonës Osmani politike të bashkëpunimit, është parë e rrugës që ky bashkëpunim të shkoj këtë formë. Sikur zoti Kurti të kishte qenë i lejuar prej KQZ-s që kandidat në NATO, zgjidhja unë të garantoj që nuk kish me qenë zonja Osmani numër në barë të listës. Këto janë prolla me mbret. Jo, s'ka prolla me mbret. Këto janë fakte. KQZ ka penalizuar zoti Kurti për kandiduar në atë KQZ. O shkoni ditëm që zoti Kurti nuk ka ju leju me garu zgjedhje për shkak të dënimit që ka pas. Sepse shumë e qartë ka qenë që në momentin ditët e fundit është marrë se vetë. Ditëve të fundit para zgjedhjeve është marrë se vendim. Diçka që ka qenë para pa me ligj, ti nuk mundesh me thonë që se kemi ditë që nuk ka ju leju zotit Kurti, se nuk është marrë, nuk është vendimi KQZ-s që e ka ndalu, por që ka qenë ligji ai, ligji që e ka ndalu. Edhe është ditë, edhe çysh ka mundësi tash kur Vjosa Osmani i prin listës së vendosjes, si e para, është në rregull. Nëse Vjosa Osmani shkon në LDK, e prin listën e LDK-s, ka keq. Kjo është absurde. Nuk qëndron, duhesh me kanë një çfarë në ata që shumë i qartë jam. Ti si e qartë, sepse ti më thu, jo nuk ka propagandë kjo. Ti e thu më shumë me fakt Vjosa Osmanit një huaj në LDK. Po jo, e çik, ma e huaj Vjosa Osmani në LDK, se sa Vjosa Osmani në vendosje. Kjo është absurde. Edhe nuk mund të mendoj që gabim se LDK pranon borxhet listës. Zoti Kurti ka qenë dyshi, s'ka qenë dyshi në listën. Po ka qenë Glauku dyshi që ka mund me qenë nishi i vetvendosjes. Sepse u konë ditën nuk do të dojë në shtroj vetvendosja. Ajo konë ditën listës zguzon. Bashkëpunimi i kishëra që e njëjta është dyshe dhe zoti Kurti është njëshi. Zoti Kurti s'ka garuar fare. Po s'ka garuar, ka garuar. Nuk e ti ka qenë aty, se nuk më soi. Nuk është zëvendësuar askën. Nuk ka zëvendësuar askën Fatime. Me askën nga një subjekt tjetër politik, i bie që zoti Abdigji nuk ka fuqi politike. I bie për ty, i bie për ty. Po ne sepse kjo pak nacian LDK ka ardhur për diçka. Fatime. Pak nacia që u diskutuam në studio para diskutimit. Ka ardhur për diçka. Jo, po mëse ne po na akuzon që po nga më shumë. Po kjo e zotit Shala dhe zotit s'ka të bëjë me Vjosa Osmani. Veç me Vjosa Osmani s'ka të bëjë me Lumir, jo me Vjosën. Jo, ka të bëjë me Lumir, jo me Vjosën. Ka të bëjë me bashkëpunimin dhe ka të bëjë me